Një histori e shqiptarëve të shekullit të kaluar. Rrallë gjenden njerëz që sfiduan burgjet, hekurat dhe frikën, si ai. Një njeri që s'u dorëzua kurrë, një njeri që edhe kur ishte i lidhur, mendonte vetëm për një gjë, si të ratisej. Kjo është historia e shqiptarit që u arrestua shumë herë, por gjithmonë u arratis. Ai lindi në një fshat të vogël mes maleve të Shqipërisë së viteve të vështira, që fëmijë nuk pranonte të rrinte në urdhra, ishte i guximshëm, i zgjuar dhe i pabindur. Kur të tjerët heshtin, ai fliste. Kur të tjerët friksoheshin, ai qeshte. Kështu filloi përplasja e tij me pushtetin, me ligjin, me çdo autoritet që përpiqej ta shtypte. Arrestimi i parë erdhi shpejt. Për një fjalë goje kundër njerëzve të partisë, thonin disa. Për një rrahje në mbrojtje të një fshatari të varfër, thonë të tjerë. Por ndoshta ishte diçka shumë e thjeshtë. Ai nuk pranoi të përkulej. Burgu i parë ishte si një shkollë për të. Ai mësoi çdo tingull të çelsave, çdo hap të rojeve, çdo dobësi të mureve. Ditën rrinte e qetë, natën planifikonte. Pas vetëm 3 javësh, përdori një lugë të ndryshkur dhe një dritare të vogël për të zhdukur në errësirë. Kur rojet u zgjuan, ai kishte kaluar kufirin e frikës. Kështu nisi legjenda e tij. Vitet kaluan, por ai s'ndaloi kurrë. E arrestuan për kontrabandë për kalim të kufirit, parambajtje pa leje, për gjithçka. Por çdo herë shqiptari arratisej. Një herë gërmoi tunel në çelinë e tij, një herë u fshe në një kamion me bukë, një herë tjetër u hodh nga kati i dytë i burgut dhe u zhduk mes pyllit. As policia, as kufitarët, as spionët nuk e kapën dot në kohë. Sa herë e kapnin, i shihnin në sy dhe thoshte, mos u lodhni, nuk mundet të më bani gjatë, dhe kishte të drejtë. Rruga e tij e fundit drejt lirisë ishte më e rrezikshme. I dënuar me shumë vite në një burg të sigurisë së lartë, ai kishte vetëm një mundësi, të improvizonte. Për muaj të tërë mblodhi copa teli, litar, të hollë dhe një hartë të improvizuar të korridorit. Një natë me shi, kur rojet ishin lodhur, ai përdori rrufen për të mbuluar zhurmat e tij. Doli nga dritarja e vogël e banjës, zbriti mbi çati dhe u zhduk mes shiut. Një javë më vonë u raportua si ishte parë në kufirin me Greqinë, pastaj në Itali, pastaj askund, si të ishte tretur në ajër. Askush nuk e dinte me siguri çfarë ndodhi me të. Disa thonë se jeton diku në jug të Italisë, me një emër të rrem. Të tjerë besojnë se u kthye fshehur në Shqipëri, në fshatin e tij, për të parë nënën plak për herë të fundit. Por një gjë është e sigurt, askush nuk e harroi. Në kafenet e qytetit, në rrëfimet e vjetra të policëve, emri i tij thuhet me habi, frikë dhe respekt, sepse ai është një njeri që nuk mund ta burgoste asnjë mur. Një shpirt i lirë që e pa burgun si një sfidë, jo si fundin. Historia e tij nuk është thjesht për një njeri që u arratis shumë herë. Është historia e një shqiptari që nuk pranoi kurrë të nënshtrojë frikës, një njeri që në mënyrën e vet mbrojti diçka që s'ka qels, lirinë. Dhe ndoshta nëse do ta dëgjonte sot, do të thoshte: mos harroni, hekurat janë për trupin, jo për shpirtin.